Këtë vajzën që e kam këtu në studio, natyrisht gjithmonë kur ka aktivitete interesante në Prizren dhe ku është në Gomfest, ajo vjen. Është hera e dytë që vjen dhe është me mua pikërisht Uresa Asani, që është zëdhënëse për media. Mirë se erdha. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Ti me makinë erdhe, jo me tren. Me makinë. Se jetoni e Prizrenit. Po, jam e linë në rritën në Prizren. A përshë sa shpejt kaloj një vjetë për me u rritaku për sëri. Për gjëra të mira, sepse në Gomfest më mbush të vit 14 vjeç. Po. Si vjetë është edicioni 14 radhazi që po e mbajmë dhe po shpresojmë edhe si krejt edicionet e tjera dhe këtë edicion me i finalizua ashtu si që kemi edhe nisë. Më kujtohet kur ishe vitin e kaluar, ishte më duket hera parë që ti merrje drejtimin e natyrisht edhe pjesën e mediave dhe gjithçka si zëdhënëse për Gomfest. Do me thënë ke qenë e suksesshme sepse ta kanë beqësuar këtë vit apo si është puna? Qashtu po duket. Si shkoi vitin e kaluar? Mirë, vitin e kaluar e kena mbyllë edicionin shumë mirë, ashtu siç kena dashur, kena marrë ato që kena dashur prej festivalit, për audiencës, edhe po besojmë që edhe si vjet kena me finalizu mirë, përgatitjet i kena fillu qysh para një vite, e tash mo kanë mbetë edhe ato të fundit, ato touch-ups e fundit, edhe të ejtën vetëm fillon festivali. Të ejtën, që i bje të jetë data, me që nesër është muaj i ri, 3 korrekt. 3 korrekt. E do të vazhdoj të zjasa ditë këtë rast si vitin e kaluar? Po, si vitin e kaluar. 3 deri në 6, do me thoni bjen ajtë prem të shtune, po shtune në basi e rukë prej 12-ve, e kena logaritë edhe ashtu, se deri në mëngjes është festivali. Pitet agimi, pitet djeli. Djeli, pa tjetë. Kemi thënë vitin e kaluar dhe kështu do jetë këtë vit, dhe do t'jetë të kënjëti vënd, të kalaja bukur e Prizrenit, apo jo? Po, si gjdo vit, si që kom cek prej 2016 është në kalane e Prizrenit, si gjdo vit edhe si vjet do të jetë në kalane e Prizrenit, do më thonë data 3 deri në 6 korrekt, 2 skena kena me i pas, skenën kryesore, edhe skenën Sunrise, 2 kanë me performu të njëjtën kohë, muzika nuk përzihet, shkaku që janë në kohje të ndryshme dhe nuk kemi do me thonë përzirjet muzikës. Natët i kena nda... Vitin kaluar ku ishin më shumë të këto 2 skena, ku shikojnë më shumë, apo nisnin të ke parë, shkojnë të ka jo Sunrise? Valla, si me të thonë baraz kanë qenë, tash... Ka pas edhe në skenën e parë dhe skenën e dytë, apo më kupton, tash më varësisht edhe prej individit, çfarë zhanri edhe pëlqen, apo më kupton. Po na i kena ndome me zhanra, ashtu kështu. Natën e parë kena natën hip-hop, natën e dytë kena live bandet, edhe natën e tretë kena muzikë elektronike, edhe kurse në skenën Sunrise, 3 net kena muzikë elektronike, do më thonë. Për atë arsye thash nuk përzihen. Në skenën kryesore bojna hip-hop, në Sunrise bojna elektronike, edhe tash varësisht se çka dhe dëshirojnë, mundin me dyat me i ndëgju. Si vjet kena mundu me bo ashtu të një mozaik të bukur të artistave në natën e parë. Kemi probutën singularin, Magzogaj, po i kena dhe disa DJ. Po është nata e repit, nata e popit, edhe repi këtu në Kosovë pëlqejet shumë. Që një veshë si një reper, sa më duket gati, po natën e parë. Prej tash kena fillu me u vogati, që kur të fillon e ajtja më bon kështu tip-top. Singularin po e dim tash e sa është në vjetë në stradë dhe gjithmonë i kam me të ashtu gjallë trendit, Buta e ka lansu dhe tash albumin e ri, që e kanë zbashku dhe me singularin, edhe po e presin një atmosferë të mahnishme prej tëmëve, dhe interesime ka, kështu që... Nga të gjithë të ftuarit i pari që ti ke kontaktuar me ta, kush ka qenë? Për këto... Që kene dashur ta kishit pa tjetër? Për këto kontaktime i kena komisionin, ata komisioni mirët me përzgjedhje dhe me kontaktime, unë e kam vetëm pjesën e... Ti jep dritën jeshile? Okej, ka promovime, okej. Natën e dytë e kena kështu të skenën pak më të ngrohtë, e kena bo ashtu të pak më të ngrohtë. Që do të thotë e kena shpadedën. Do t'jetë më nxehtë, tha, ishte i bie në ata dytë e premte, apo?
Po dëgjoja që edhe nxehtë do të jetë shumë. Edhe nxehtë kështu edhe na kena mundu kështu, domethënë nxehtë në dy anë. E kena shpadetën, e kena dren abazin, i kena vjetorin, zvadën. Këto janë skenën kryesore. Shpati atë me këngët e tij të ngrohta që flasin për jetën, për dashnin kanë na dhon ata të dashuruajt aty. Po edhe të padashuruaj që mund të dashurohen. Po, nuk i diet aty. Ka ndodhur për shembull e kaluar që nuk di, po ka mundësi, gjithçka ka mundësi me ndodh. Ja një ide shumë interesante për çiftet ose për djali që gjithmonë i ka thënë jo ajo vajza nga Prizreni megjithëse ka pi ujë gjithmonë tek Shatërvani, ja mund t'i thojë, mund t'i bëj një propozim ndërsa këndon shpati, aty shpat deda mund t'i bëj një propozim interesant. Edhe ashtu shumë romantik del. Çfarë kanë ato koncertet e huaja të artistëve botror që bëjnë kështu, edhe ne mund të bëjmë. Mund të bëjmë, plus lokacioni është shumë i mirë, plus kënena te Kalaja është vetë ajo Kalaja është kështu romantike, edhe shpati, i kena edhe drana bazin se që ceka, i kena edhe vjetorin edhe zvadën. Këto janë krejt në skenën kryesore. Kurse në skenën Sunrise, po atë natë... Për vjetorin unë ju them bravo, sepse e një dhe personalisht edhe di çfarë zëri ka. Trisha dhe dreni edhe... Po, normal, tash krejt kena mundu me ashtu të secilit ka pak me prek aty, po prej artistave të gjithë. Janë artista shumë të mirë, janë shumë të dashtun prej publikut, edhe secili ka atë veçantinë vetë. Normalisht, që e plotsojnë ashtu po mendojnë line-upin. Ishte e vështirë me thënë po, ke informacione nga këta artistë për shembull, me thënë po, ndonjëri punën e datës, jo s'vit do ditën e parë, vitë të dytën ose si. Na nuk mujna me ashtu me ndaj, kena thjesht ndamet, natën e parë hip-hop, natën e dytë live band, do më thonë, po nuk të dash, na ja nisim para një vjetë ato vetëm me përzgjedhje dhe me kontaktime të artistave, kështu që një vjetë për para është okej për secilin artist, për me gjithë, do më thonë, në kohë që ato data që i kemi caktu vetëm. Por të trekta emrat çmimi i njëjtë? Nuk kam informacion. S'ke informacion më të? Jo, nuk kam informacion. Se mos po vinë falas, më do ishte është falas. Falas nuk ka si gjë. S'ka sot falas. Po, dhe vazhdojmë... Edhe natën e dytë e vazhdojna me muzikë elektronike në skenën Sunrise, që e kena këtu, e kena një artiste që ka më ardhur nga Holanda. Nga Holanda, ka dhe të huaj këtë vit. Ka të huaj, është Vera Grace, ajo më bën muzikë elektronike, techno... është DJ, më bën muzikë techno, deep, po ashtu të prej artistave tjerë në skenën Sunrise, e kena edhe Yuko, kjo është shqiptare, është DJ, është shqiptare, po është e rritur dhe e lindur në Holland. Interesant. Po, e kena Uran Bin, edhe kështu që të tretë, kështu të kanë me na dhoni një atmosferë të lezetshme apo ato që po e presim. Janë DJ natyrisht me famë edhe botrore, siç edhe përmendet, por kush janë më të kërkuarit për shembull në Gomfest? DJ vajzë, femër, grua, apo është DJ mashkull? Kush janë më të preferuarit? Sipas teje, aq sa keni parë për shembull vitën e kaluar? Po zakonisht dy gjinit janë të shkosh të kërcesh ndërsa është përpara te një DJ femër. Është tash varësisht edhe çfarë sete dhe mikse i kanë, apo më kupton. Po edhe zakonisht na gjithmonë i marrim dy gjinit, edhe femnat edhe meshkujt, tash varësisht edhe normalisht non-stop edhe i ndjekim ku performojnë, se këta për shembull si këta emrat Vera Grace, Armen Miran, këta performojnë edhe në për festivale botërore, apo më kupton. Edhe tash i ndjekim edhe tash cilat edhe kur i kanë datat e lira edhe mundohemi me i aranxhu ashtu. Ka qenë ndonjë artist i huaj për shembull që nuk ka pas mundësi të vijë dhe keni zëvendësuar, keni pas dashur me më shumë kënaqësi të ishte aty? Deri tash jo. Për këtë vit, jo. Jo, deri tash jo. Për këtë vit jo, as vitin e kaluar nuk ka qenë. Deri tash nuk ka ndodhur. Sa mirë asnjë pengesë ju për Gomfest. Po ja nisim shumë herë. Po, okay, një vit më një përfundon edhe vazhdo. Për atë arsye, se ndoshta edhe të kishim lënë ashtu në moment fundit edhe kishim hasë edhe probleme, është normale.
Natën e tretë e kena si që cek Armen Miran, vjen nga Los Angeles, është armeno-iranian, po based on Los Angeles, ka performu në për shumë festivale që kanë famë botërore, muzikë sete shumë të mira, mikset mira të muzikës elektronike. Është me origjinë nga Irani? Po, armeno-iranian është, po është, do më thonë, based on Los Angeles, do më thonë, muzikën e bon në Los Angeles, edhe normalisht, bashkësisht është edhe cilat festivale fale e thirin, është shumë i njoftun edhe me zi e kanë prit edhe audienca jonë shqiptare. Është era parë që vjen në Kosovë? Po, është era parë. Besoj se interesi është shumë i madh për shkuar tani për Gom Fest. Një arsye më shumë. Ka interesim, ka interesim. Po ashtu të kena edhe George Adi. George Adi vjen nga Greqia. Edhe ai ka performu në festivalet të ndryshme. Është grek edhe ka edhe shumë setet të mira, techno, deep, kështu që ka me koni mozaik i lezetshëm. Nga Amerika deri tek artistët vendas. Edhe kush ka më shumë kërkesa për tyre, artistët vendas apo të huajt? Do një specifik për shembull, thot ai, të lutem, vin në këtë orë, vjen në ulet avionit, duat më preset dikush, pyet për hotelin, për vendin, kush janë më kërkuesi? Të huajt, po normalisht të huajt lypin me u bë kushtet, akomodimin, me transportin, çdo sen, do më thonë, na ja ofrojna çdo sen, prej A deri në Zh, çka dëshirojnë. E nga këta kush ishte më kërkues të gjërave? Po detajeve? Ka pas për shembull që çdo artist e ka ato detajin e vet, që duhet, ndoshta ka njëherë neve na vinë edhe të çuditshme, po për ata janë shumë normale. Kështu që secili e ka atë s'muj me ndo ashtu, secili e ka atë tikun e vet. A ka thënë dikush duhet vi oresa me marr? Jo. Jo. Okej, mirë. Jo. I kena stafi normal, hospitalet ti që miren me këtë punë, plus ashtu edhe vullnetarët, i kena që i ndihmojnë stafit, po jo. Do thonë secili me kem punë të ndame ashtu, secili dim çka kena me bu. Ka qenë të interesuar për shumë të huaj se ku do mbahet vendi, e keni dërguar në një video të kaluar, keni treguar dhe për Prizrenin, kanë pasur kështu interesim? Po paraprakisht, normalisht kur ju bot oferta, normalisht që ata hinë vetëm edhe e shohin ku Prizreni, çfarë festivali është, edhe nuk është që për shembull kanë lyp diçka specifike për vend ose për kalasë, veç janë informuar vetëm paraprakisht, edhe janë okay, vetëm normalisht kur të vini, i presim, i akomodojmë, edhe i çojmë deri në kala. Kanë ardhur apo pritet të vinë? Jo, pritet të vinë, hala herët, kur t'ja nis festivali. Po kur nis festivali, zakonisht vini ditë përpara, flasim gjithmonë për tuajt, vini ditë përpara, më shumë, rrinë më shumë. Varësisht edhe prej send në zonën, për shembull kemi artist që një natë përpara është në festival, edhe ai duhet mu nis në mëngjes edhe për me mbri. Tash varësisht edhe ata si janë të lirë, ka artist që vinë edhe 2 ditë përpara se kanë qef edhe me shiu edhe qytetin, do të thonë qytetin e Prizrenit edhe me pa Kosovën, varësisht si kanë datat e lira. Mbështetje keni, ka komuna e Prizrenit mbështetje këtë vit për Gom Fest? Keni? Kemi mbështetje nga komuna e Prizrenit edhe nga ministria, po ashtu kemi edhe sponsorat, po mundohemi me finalizu mirë. Edhe nga Ministria e Kulturës keni? Po, kemi mbështetje. Ta deputetet e ri, do të toni? Këta qështetje... Të bëjnë atje, të ngrirën pak në ajer atje, të këndojnë, të kërcejnë. E kush e di më pas marrin në një vendim interesant. Po ndoshta motivohen. Mirë, nga viti i kaluar për shembull, dikush nga sidomos të huajt, jam shumë kurioz të di çfarë thanë për Prizrenin në përgjithësi, edhe për festivalin, ndonjë mesazh interesant që të kanë mbetur në mendje, ndonjë fjalë e bukur që kanë mbetur në mendje? I kalon domethënë përshtypje shumë mikpritja që e kemi bë, se na si popull shqiptar jemi që na mikpritës, mikpritja që e kena bë, normalisht edhe pse Kosova është shtet i vogël edhe Prizreni është shtet i vogël, po ashtu i kanë përshtypje edhe monumentet historike, që i kemi edhe na prej Osmanlive, edhe po më shumë të ajo afërsia dhe mikpritja që i kemi bë na si popull.
Dhe si pjesëmarrës të festivalit, po. Mirë, interesimi për këtë vit është rezervimi, dikush don për shembull merr telefon, të merr një telefon, thotë të sigurojmë se do vi së bashku me një grup, nga do vinë, nga janë, do ketë të huaj ndoshta për ta ndjekur, thjesht si spektator. Interesimet kanë fillu qysh edhe veç kur ja kemi nisë ashtu në Instagram i publiku artistat. Kanë ardhur shumë mesazhe tash ashtu kështu vetëm u ka qelë edhe shopi për me i ble biletat, që është çështja e Shadërvanit, po kemi interesime që na shënojnë për me i rezervu tash, se për cilën natë varsisht që dojnë grupe, kemi ka Shqipëria shumë. Nga Shqipëria. Kemi ka Shqipëria, audiencë ka Shqipëria, normalisht prej qyteteve të Kosovës ajo s'po diskutohet, kemi edhe prej Maqedonisë. Nga Prizreni keni nesër. Prizreni është baza. Nuk është diskutim baza. Ka dhe nga Maqedonia e Veriut, Ka. Tash po ashtu edhe këtë për shembull George Adi është tash nga Greqia dhe tash për shembull fansat e atij grek mujnë marrë dhe me ndjek. Do të thoya kanë ardhur pak edhe për atë, do vinë pak edhe për atë se. Po ashtu edhe Shqipëria. Është shumë e vërtetë. Shqipëria po. Jo muzika, jo. Mirë, po gjithçka është gati. Deri në zhë, apo është diçka për shembull skena, kanë ndonjë ndryshim apo jo? Jo, diçka domethënë ndryshim, nuk është që kena bo, skena është si çdo vit, skenat në faktikisht se i kemi dy. Skenat janë një si çdo vit, kanë mbetë edhe disa ashtu të punë finalizuese, po besojmë deri te ajtën më vetëm edhe i përfundojmë. Do të ketë siguri, besoj. Sa është një bilet për ta ndjekur gjitha netët, për shembull Gëmfest? Bileta për 3 net është 20 euro, ndërsa për një natë veçmas është 10 euro. Nga viti kaluar? Jo, është çmimi i njëjtë, nuk kemi bërë rritje. Në Prizren çmimet janë të njëjta. Prizren nuk janë çmimet e njëjta, po na e kena mundu a den në një çmim të voletshëm. Hyrjet vetëm hyrje në festival. Pastaj në brenda në kalo, normalisht kemi pije, kemi ushqim. Krejt ka nevojitën ashtu për një festival që mos me pas nevojë me dalje edhe jashtë kalas. Bileta përshim vetëm hyrje në festival. Më duket se kemi diskutuar vitin e kaluar, nëse nuk gabojnë, nëse gabojnë më thua jo. Folëm pak për sigurinë, domethënë do të jetë besoj policia aty rreth për siguri, për çdo gjë keni këto. Cila është mosha, limiti moshës që mund të hyjnë, për shembull të rit fare, adoleshentët? Jo. Nuk lejon. Mosha plus 18. Zakonisht këto lloj muzikash, këto lloj festivale sikur shohem edhe këta shumë të ri. Jo, te ne jo, domethënë vetëm kur plus 18, patjetër, po. Duhet të kenë letër njoftim plus 18, kush është mundet me hy. Personat nën moshën 18 vjeçare nuk mund me hy në festival. Normalisht. Dhe bëhet shumë mirë një gjë e tillë në fakt, se më pas largohen problemet, po ashtu edhe nuk është që tash i kena organe kompetente, kena policinë, kena edhe sigurimet të ndryshme, po deri tash nuk ka ndodhur asnjë incident, edhe po shpresojna edhe që si vjet mos me finalizua ashtu pa incidente. Vitin e kaluar ke qenë rreth rrotull andej, kush ishte pa ndonjë për shembull të moshuar që vinte në Gëmfest që Ka, të moshuar tash. Gjuna me i thonë ashtu. Po në mosh më të shtyer. Në mosh të pjekur. Se ofendohen mandej. Që da një gjysë. Ofendohen mandej. Se unë kur i them për shembull ndaj kujt moshuar e merr ashtu apo dokna e vjetëra. Jo më që mbajnë një tjetër për dorë për shembull. Që mban një tjetër për dorë dhe opa në Gëmfest. Kishte? Ka, sidomos me prit ata të dy lindjen e diellit, sa bukur. Ka, sidomos për shembull edhe këta ka edhe në hip hop që më shtyer hala i ndjekin se kanë shpirtin rinor, po më shumë ti edhe live bandet. Duan muzikë normal, muzikë live edhe po ka edhe muzikë të elektronike që çifte, ndoshta grup të shoqërisë, po ka prej moshave të ndryshme, tash plus 18 deri tash sakt nuk po e di, po deri në moshë të shtyer. Më the kështu privatisht që je edhe pak pa gjumë, që tani ka nisur pa gjumë, se imagjinojnë ditët e festivalit ti. Normalisht ditët e festivalit janë pak
Pak normalisht, jo pak, po pak si shumë kemi ngarkesë, po se janë lodhjet o ditat e fundit, po mundohemi do më thonë çdo sen me qenë perfekt, me qenë mas miri që është e mundur për audiencën tonë, me ofru ato që mujna ma të mirën prej vetës tonë për gjitha audiencën që na ndjekin, po këto janë ato lodhjet e lezetshme që i përjetojmë. Edhe ashtu në ditët e festivalit veç lodhjet na hekën, se pushojnë, është një pushim aktiv që e bojna kështë. Mirë, du të shkojmë në Gom Fest, më thuaj një arsye të fortë këtë vit. A ka arsye më të mirë se me shku me një festival ku mundesh me pa krejt qytetin e Prizrenit, nga Kalaja, me një ambient hapun, me muzikë non-stop. Mirë, e dëgjuat arsyen kryesore dhe shpresoj të shkoj ashtu siç keni menduar në Gom Fest, e të gjithë të jemi aty për të kënaqur në disa ditë me muzikë nga live deri tek ajo elektronike ku natyrisht do të performojnë edhe DJ shumë të njohur në mbar botën. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve.